Gjatë tanë ata pa drejtësisht në atje, por kjo të rëndon sa gjatë ka qenë rruga për liri, besoj i madh ka qenë çmimi për liri, dikush pi pagun për disatën herë e liri, në këtë rast është zoti Thaçi, zoti Veseli, Krasniqi dhe zoti Selimi, edhe dikush pi hanë boqet popë si Albin Kurti, pa bukur gjohë, pëllësh këtë vanës pa bukur gjohë. Por, mendoj që ne gjithë jemi të bindur, pa fajsinë e tyre, ata do të kthehen edhe më të fortë se sa kanë shku atje. Por këto janë procedurat vetëm pa, këto janë procedurat të gjykata dhe ato i kanë afatet e veta, por siç po shihet edhe unë si jurist si shoh, po shihet që janë nga ka fundi është tani prokuria, deri tash s'ka pas asnjë element që i fajson ata për ndonjë krye ndonjë vepre. E vërtet, anvaret fati i Donald Trumpit me fatin e Hashim Thaçit? Kështë e ka thonë në një emision edhe Grenelli? Unë e thomë që fati i Kosovës varet me fatin e Hashim Thaçit. Bravo, po, vja diçka më ditë. Unë edhe diçka tjetër e pata, dhe më thonë realisht tash mund pa akuzohet edhe Smithi. Nuk jemi na temë që mu indikojmi kush fiton Amerikë. Demokratët kanë dhënë kontribut gjatë gjithë historisë. Kemi pas rastin kanë qenë republikanë. Ke kuptuar pyetjen, më fal. Unë një pyetje tjetër diçka më të bëj. Anvaret fati i Donald Trumpit me fatin e Hashim Thaçit, doshta me bë pyetjen për shkak të akuzave që ngrihen nga Donald Trumpit, sepse po i njëjti njeri po akuzohet si te Trumpi si te Hashim Thaçi që është Smithi. Dhe që, nuk do të ndalemi tani të interferimin drejtësi, por jemi bindur që zoti Thaçi, zoti Veseli, zoti Krasniqi dhe zoti Selimi do të vinë më të fortë se ka shku atje dhe gjithë e dim edhe ne edhe ata që janë të pastër si luti. Po. E nëse është kështu, domethënë Trumpi vjen pushtet po besojnë të turë dhe Hashimi është Kosovë të turë. Ne nuk jemi analista dhe nuk jemi votuar. Pane dera, kena drejt me pretendu. Kush do të vjen në Amerikë, për ne do t'jetë do t'i qenë agjendat e Kosovës për para. Edhe demokratët, edhe republikanët kanë dhënë shumë kontribut. Nëse i marrim gjithë president, për secilin mund flasim sikur në rastin e Bushit, si në rastin e Clintonit, si në rastin e Obama, si në rastin e markat fundit, rastin e Trumpit, si në rastin e Bidenit, do të thotë çdo herë agjenda e Kosovës ka qenë prioritet. Por republikanë kanë pak më shpejt, demokratë janë pak më liberal në raport me republikanë. Megjithatë unë mendoj që kush do ta merr me udhëheqës Amerikën, s'është shumë relevante, por relevante është që nave populli shqiptar i Kosovës, po dhe i Shqipërisë dhe i Ballkanit, ka miqësi të përhershme me popullin amerikan dhe ata di. Unë kom pas rastin me qenë në Amerikë edhe ishte viti 2011, ishte pa 2008 pavarësia, edhe në taksi apo kohëpsha, kur prezentojsha ka e kjom, do të thotë se cili New York e dike Kosova, e dike që e ka një misi me neve. E vërtet, bravo. S'kena për Nailin, jalona pak Kongos.